Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Shkodra i bëri thirrje NATO-s të mbrojë Shqipërinë pas paralajmërimit të ambasadës amerikane për rrezikun e sulmeve nga Irani. Apeli i liderit të opozitës ishte që Aleanca e Atlantikut Veriut të mbrojë hapësirën ajrore të vendit tonë, njësoj siç po mbron Turqinë. Thirrja që lëshon ambasada amerikane një muaj pas luftës në Egjip, absolutisht nuk është pas substrat. Nuk është pas substrat, s'mund tjetë ajo. Unë i bëj thirrje Aleanca Atlantikut Veriut, ashtu siç po mbron Turqinë, ashtu të mbrojë, na garantoj mbrojtjen kundër ajrore nga aktet e tyre, kurse për aktet të brendshme duhet që forcat e rendit të garantojnë rendin dhe qetësinë. Berisha komentoi edhe reagimin e qeverisë shqiptare e cila paralajmërimin e ambasadës e cilësoi rutinë duke hequr paralele me njoftimet që ajo bën kur zhvillohen protestat e Partisë Demokratike. Të krahasosh ato me protestat e opozitës, je i smur, ke psikologjinë ajetullahve. Dhe unë i them turp të kena më apo që nxjerrin një vlerësim të tillë. Kryetari i PD-s Sali Berisha ishte sot në Shkodër për të nderuar 4 të rinj që u vranë gjatë një proteste kundër regjimit komunist në 2 prillin e vitit 91, që mbahet mend edhe si masakra e fundit e diktaturës në Shqipëri. Ne përulemi me nderimin më të madh, me mirënjohjen më të pakufishme, para veprës së Arben Brocit, themelues i Partisë Demokratike dhe antar kryesie i kësaj partie. Përulemi me nderimin më të madh para veprës pavdekshme të Bujar Beshanakut, Nazmi Kryeziut, Besnik Ceks, të cilët fliun, sakrifikuan jetën për vlerat më të arrira që ne besojmë. 4 dëshmorët e 2 prillit u nderuan edhe nga nënkryetari i Bashkisë së Shkodrës, por kurorat e tyre me lule u hoqën nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike.